Nga 1 qershori po paralajmërohet të ketë ngritje të çmimeve të produkteve në Kosovë. Krejt kjo për shkak se nga kjo datë bizneset kosovare me mbi 50 të punësuar dhe mbi 10 milion euro qarkullim vjetor do të kalojnë në tregun e hapur të energjisë, që mund të nënkuptoj kosto më të larta se deri tash. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Lulzim Rafuna ngriti alarmin pas vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë. Nëse çmimi është më i lartë do të ketë efekt zinxhiror deri te konsumatori, sepse produkti do të jetë më i shtrenjtë. Analisti Shënell Muharremi ka dalë me një shkrim ku thotë se kur rritet çmimi i rrymës, rriten të gjitha çmimet tjera. Mallrat e përditshme si ushqimet dhe produktet bazë pësojnë rritje çmimesh. Me siguri edhe buka si produkt esencial shtrenjtohet, por jo vetëm kjo, edhe të gjitha çmimet tjera. Krahas liberalizimit të tregut për bizneset, zyra e rregullatorit të energjisë ka propozuar rritje të çmimit të energjisë elektrike për rreth 15% për të gjithë konsumatorët. Shtrenjtimi i rrymës pritet të ndodhë nga muaji prill i këtij viti. Dhoma e tregtisë dhe industrisë së Kosovës ka kërkuar nga qeveria që të ndërhyjë dhe të mos e lejojë këtë rritje, duke thënë se do të ndikojë në uljen e prodhimit dhe numrit të punëtorëve. Shënjestër.net